Radio. Albania Radio. Të dashur shqiptar, mirëmbrëma, zonja, zotëri, pleq, plaka, policë, trafikant. Filloj me trafikant këtë, në sensin hidraulik, elektricist, vazhdojmë me gjitha profesionet, mekanik, mësues, drejtor, shkollash. Zyshe, homi zyshe. Ku jemi zyshe? Na ka marrë malli për të me Ku jemi zyshe. zyshe, na mori mollimi. DJ tërtunit kaluar, nuk kemi në interes i përshëndesim sepse ju jeni gjatë tashmësini Jo, tanët. me juve s'kemi punë fare. Përshëndesim vetëm Klojin, ajo legjenda jon. Kloj shoferja jon tashmë. Pilotja jonë. Tjetër, çfarë profesionesh kemi? Tjetër, Kemi infermier, doktor, avokatër. avokatër. Gjykatës. Po. Përshëndesim Domanin. Zemra vllai Domanin. Përshëndet Domano, Tu qëndrojmë gjatë, përshëndesim ata të spakut, të përshëndes dhe Cubi, në veçanti se Cubi është dhe beqar, kupton ti? O Domano. Edhe të përshëndet, kupton ti? Jo, se nuk e përshëndes. Ma baj largo vishën, të lutem. Cubi të përshëndet dhe të thotë respekt. Mirë. Ashtu. Ai ishte u përgjigj. Peshkatarët, përshëndesim peshkatarët. Tjetër çfarë kemi valla? Çfarë jemi? Ky që po na gjun. Këta gjujtësit. Na gjun DJ Ksenjës me gur, nuk e di domethënë. Tjetër, çka kemi tjetër? Aktorët, po aktorët. Po dhe aktorët. I përshëndesim se janë gjina. Regjizorët, balerinët. Janë fukarenj. I përshëndesim. Gjina. Përshëndesim politikanët. Politikanët po patjetër. Politikanët ku ti ken i përshëndesim. Ku ti ken? Politikanët i përshëndesim. Politikanët bashkë me rrokët e shtëpisë së tyre. I përshëndesim në veçanti politikanët të cilët janë ata që e çojnë përpara të kom. Ata që po na bajnë gjallë. Me presh nga brapa dhe drejt fluturimeve të palimit. Presh nga deri. Presh i gjerë gurmaz edhe me na dje gurti nga presh. Na dhëm në gjoks. Si e Barceleta. Po na shtrëngon, po. Hera parë po të provosh, nuk a ka dhimbje thot ai. Jo, vetëm të lutem bëj pak me vazelin këtë te gjoksi. Po si më the s'ka dhimbje, po do të dhemi në shpirt. Ti pak gjoks. Do të dhemi në shpirt. Okej, më mirë them e lëmë kaq. Përshëndesim banorët e Big Brotherit. Po ata nuk na dëgjojnë. S'ka gjë, ne bëjmë tonën për familjarët e tyre. Po. Ne kemi xhan edhe i duam. Përshëndesim durim edhe pak durim. Përshëndesim këta që kanë dalë, se këta na dëgjojnë. Këta këta që kanë dalë, përshëndesim. Shqyr që dole, domethënë se kush ju shifte prap plak mrena. Kush merrej me ju aman. Janë mjaftueshëm ata që janë aty brenda. Ashtu, dhe çka kemi tjetër për të përshëndetur ti kë? Përshëndesim të gjithë dëgjuesit Besnik Top Albania Radios. Ju duam fort. Faleminderit që jeni me neve dhe në veçanti, siç e tha edhe vet DJ Kloj, përshëndesim atë. Vitet e cilit janë më të bukura të jetës. Ledion. Më pëlqeu shumë postimi i fundit. Pse çka kishte thënë? Kishte bërë një postim të kam rilindur. Vetë dhe do thoshte dikush do thoshte ka rilindur. Ti ke rilindur? Sigurisht un kam rilindur. Po ti ke rilindur për ty. Ka rilindur. Po kush ka rilindur? Ka rilindur Kloj. Ka rilindur. Ka rilindur Kloj, ja. Që kur ka rilindur Kloj nuk mbahet mend tani. Mos ta sill kështu. Un mendoj që të gjithë kemi rilindur në një moment saktuar një. Kemi ka rilindur. Të gjithë jemi çik ka rilindur në jetë. Çmendesh. Atë thuaj, ne më të çmendur s'kemi se ku të shkojmë. Po s'morëm hudhra me vete më Kloj, ne nuk ja dalim ban. Ne gjithmonë kemi hudhrat me vete që mos na morim sysh. Edhe një varg me qep. Edhe një varg me qep. Po ti ish në makinën time ti e ke parë për shkak se çfarë ndodh. Po un vi shpesh te makina jote sepse un harroj brekët, vjen për qok. Ti e ke parë shpesh thot. Po se jemi bashkë se janë një koleg. Ti e ke parë se ç'bëj, sikurse edhe unë kam parë te makina jote. Rita Lati me Ber. Të pandashëm. Përshëndesim me këtë rast dhe Rita Lati me Beharin. Përshëndesim. Behari kolegu jon. Ti ftojmë në herë Ritën me Beharin të dy, do ishte perl. Do ishte perl, po do dalim jashtë kornizave të emisionit. Ne i thyem, ne s'kemi kornizat tek e fundit fare. I ftojmë te rubrika na plas i VIP-i dhe i ftojmë të dy dhe i pyesim Beharin. Si dy VIP-a që nuk ju plas VIP-i. Edhe ideja që pyesim Beharin, pyesim për Ritën dhe Ritën e pyesim për Beharin.
Është bëjmë intervistë ndryshe. Bëjmë një switch. Do ishte interesant. Cubi, tani do të përshëndes me këngë, jo vetëm ty, por gjithë fansat e zjarrt të Apçus, ki sjell me vete sot në shportën tënde të kurioziteteve të magjive. Atëherë Visian, sot kam një sport shumë të bukur, një sport të mbushur plot me trëndafila. Ma ke kacmi staj dicendo. Me trëndafila, po poshtë trëndafilave. Ka diçka shumë të ftohtë edhe të akullt. E di pse? Holy crap, ha? Po, sepse sot Visian ka zbritur Terminatori. Çaj të fol maj, o Kloj. Një sekond. Do thashë ajo sporta është. O Cubo, ka zbrit Terminatori. Vet Terminatori. Veç Schwarzenegger me byth jashtë? Jo. I ka veshur një palbrek edhe një t-shirt. Po sa i kur zbriti për herë të parë zbriti nudo. Po për herë të parë, pa që nuk e pëlqyen shumë dhe thaj se po i vesh një palbrek. Po e pëlqyen Schwarzenegger në rinin e vet ka qenë varur kështu, nuk mund të ri. Pra ka zbrit. Tani në 2025 nga zbriti veshur Terminatori. Po, i veshur. Po që mirë ka sjell, pse ka ardhur? Po shiko tani pse ka ardhur, se ai tha, ky popull globi në tërësi, domethënë, ka nevojë për mua, për zbritjen time në këtë moment të jetës. Çfarë thumoj? Po. Dhe një këmbë Visian. Si futi kolonin zanore Terminatori, çfarë legjende që është kjo. Dhe një këmbë Visian e ka vendosur në hemisferën veriore. E ku e ka vendos? Në hemisferën veriore të tokës. Çfarë më thua moj? Ndërsa këmbën tjetër e ka lëshuar në hemisferën jugore. Mo mos ja fut kot. Ndërsa hallatet kanë zbritur në qendër të tokës. Çfarë thua, na kap neve ndonjëra nga topet. Po çfarë më thua, po pse që për fat keq? Pse që nga ka gjigant Terminatori që ka? E kap këmba e majt. Këmba e majt. Na ka kap Maja e këmbës së majt. Maja e këmbës majt. Maja, jo thembra. Këmba e mesit, kura? Te cili shtet ra e dashur? Në Meksik. Ata po kënaqen tani. Hermano, ¿qué estás haciendo mexicano en México? Të shohemi të ikim të gjithë në Meksik. Aquí en México. Es muy mal. North Kingu këto kohë nuk besoj se do shkoj në Meksik. Gonzales i ka probleme këto kohë, se i ka vajtur ke hunda ajo. Dhe lëviz kështu, da shikoj një çik ç'a bëhet. Po prito se s'po shohim, mo lëvizet çiko. Nisja që të bëhem pak më serioze tani. Po. Sot më 20 mars të 2025-s në orën 10 të mëngjesit. 10 mëngjesit, sot po. Unë ishte në 10 mëngjes isha duke pirë kafe. Po, filloi zyrtarisht ekuinoksi pranveror. Ekuinoksi pranveror. Që do të thotë? Sot hym në pranver dhe deri në datë 21 qershor ne jemi në pranver dhe sot barazohet dita me natën. Pra bëjmë 12 orë ditë, 12 orë natë. Pra 12 orë jetojmë si njerëz normal, 12 orë natën bëhemi bisha tegra. Po përfiturohemi, bëhemi Terminator. Po, shumë ka lezet. Po pse mos e tani shiko. Çfarë tham, ne s'kam gjë të jashtëzakonshme. Ne të përmbajtur jemi e dashur. Ne po flasim me fakte këtu. Ekuinoksi ka ardhur. Tani është barazuar dita me natën. Kur nata barazohet, do të thotë që ne natën bëjmë ato që si bëjmë dot ditën. Flem më shumë gjumë, pra. Kloj, fol për vete ti, se jo të gjithë flej më shumë gjumë. Fol për vete, Kloj. Ja, se Cubi që është single i luan fen, Cubi që është single e djeg. E kemi parë këtë. Ajo është me burr zemra, asaj i rrin, ty s'të rrin, ty s'ke që. Po pse para gjykon ti? Se është e vërtet, fakt, ti pavarësisht burr s'ke, po mund t'kesh aventura. Po tani po. Pra, mund të themi me plot gojnë që ti je një aventuriere, Cubi. Një vajzë aventuriere, kur më vjen burri nga stani. M'fal, nëse do të bëj një pyetje që u bë Jozi në Big Brother. Sa ka qenë numër? Sa është numri jot? 562, kush i mban mend Visian? Po Cubi, po çfarë pas ke qenë shumë më 600 sofë? Në gjill i mbuluar. Zonjë zotri. Po ti Kloj. Un kam hallë se dëgjon gruaja dhe nuk i them dot numrat këtu, por kur të jemi veç pa gratë, mund të flasim për shifra. Un kam 100 vjet që kur e njoh Visianin, 100 vjet, e njoh të martuar, kështu që shiko, un nuk flasim për shifra. Festoj 15 vjetorin këtë vit me bashortën time. Jemi të rinj, por ju kam shumë zili. Faleminderit. Na martoi këtë tjetër.
Po presim edhe priftin. Fucking hell. Këto momente. Zotë me të mërshme. Edhe ai ja ku po vjen, po kalon në tapetin e kush dhëndri. Lumal të marrësh lumadhen. Dhëndri nga puka. Jo. Jo, la se na vajti majt hundës. 15 vjet boll, më tani jo Vesian boll. Ndërkohë Ti 15 vite dhëndër në Fjert. Je? E si ka qenë? Në Fier, ka qenë. Fieri është fantastik zemra. Mua Fier më kanë pritur shumë mirë, me thënë drejtë. Më vjen mirë. Ja, me kinezën tonë të vogël. Jemi rikthyer, jeni duke dëgjuar për gjithë ata që sapo janë sintonizuar frekuencat e Top Albania Radios, sapo kanë mbaruar punën. Keni humbur shumë pak. Neve kemi statuar emisionin puntatën e sotme. Do jemi së bashku deri në orën 20:00, ju bëjmë dije, do kemi të ftuar speciale Miss Shqipërinë, bukuroshen, e cila do t'rregojë sot që s'është thjesht e bukur, por një vajzë zgjuar, inteligjente, dhe një gocë zgjuar, dhe gjithashtu do na tregojë për eksperiencën e saj më të re që do startojë ditën e hënë në digital në emisionin më të ri sportiv. Emisioni më i freskët, më i ri. Gjithashtu tani ju bëjmë dije që kemi ardhur në momentin e teknologjisë, momentin ku arti bashkohet me AI. Rubrika AI. Tani, shëndet. Siç i ka ai këtij emisioni zëri gjithmonë ladies first, dhe do kalojmë për një poezi e cila është shkruar nga AI, por lidhet përshtatshmërisht bukur me aktualitetin të politikës, interpretuar nga artistja jonë e dashur Cubi Metka. Titanat e politikës. Në skenën e madhe, 2 titan flasin. Njëri me kostum, tjetri me poture. Unë jam lideri, thot me zë që drithërasin. Të tjerët janë thjesht si macet e dullës. Unë sjell ndryshimin si një erë fort, dhe unë sjell premtimin si ëndër e etur. Do ta bëj vendin si një tavolinë të fortë, ndërsa unë do ta bëj si një festë të çmendur. Me fjalë të mëdha, si fluska sapuni. Njëri premton shkolla, tjetri rrugë dhe trena. Do t'i japim popullit ëndra të mëdha, po për vete do mbajmë pallate Gradacela. Kështu o popull, ngrihu edhe qesh me ta, me titanët e politikës që luajnë teatr. Në këtë jetë të madhe, asgjë nuk është shaka. Në fundit, klounët si jemi ne, por vetë ata. Wow, bravo Cubi. Sepse në fakt ata janë vetë klounët. Komplimente për Cubin, për zërin e saj të bukur dhe të ëmbël që gjithmonë jep lezet, poezive të shkruara nga AI dhe normalisht të redaktuara nga ne, sepse ne dhe AI ja fut por dhe skot, le të themi që unë do ta thosha kështu, por hajt. Ndërsa tani kalojmë tek AI me një poezi, Macja dhe Miu. Macja dhe Miu. Po. Okej, kjo lidhet me politikën? Është simbolik me gjithë njerëzit në përgjithësi. Okej, atëherë le të dëgjoj Macja dhe Miu nga zëri mrekullueshëm i Visian Okcenaj. Në qoshet të shtëpisë, në dritën e zbet, një mije u rritur kërkonte një mbet. Me hundën e holl nu haste çdo gjë, pa ditur se Macja po rrinte në të. Me sy si 2 prushra e heshtur e shpejt, Macja përgjonte me një frym të qetë. Me bishtin e ngritur, me thojnë të mprehur, e priste të shkretin ta kishte për të darkuar. Por Miu, i zgjuar plot dinakëri, u fshe pas një vrime si hije në hi. E Macja u ndez si flak në kasht, por vrima që ngusht, e Miu shpëtoi pas. Në fund Miu qeshi, Macja u zëmrua, se loja e vjetër sërish u vazhdua. E kështu në jetë, kush din e kush pret, jo gjithmonë i forti fiton në këtë jetë. Shumë e bukur. Në fakt po ta shohësh si një lloj metafore, lidhet pak edhe me politikën. Metaforë lidhet me politikën, me njerëzit, me gjitha situatat, por nëse ne do t'i referohemi situatës tonë aktuale. Për shembull, nëse do merrnim një ekuivalent njerëzor, për shembull, mund të ketë shumë njerëz që pretendojnë që janë pushtetshëm, të fortë, të pathyeshëm dhe papritur. Dikush thyen nga një gjë ndoshta e brisht, e vogël. Sepse karma is a bitch. Karma is a fucking bitch, baby. Oh yeah. Çdo gjë. Oh yeah, kujdes mikrofonin kush tha? Kush?
Po dritë, thuaj po dritë. Edhe këtu po dritë. Ashtu, jemi në rregull tani. Po shpirt. Dikush është e bukur kësaj se Cupi po na tregonte kuriozitet tani, dhe ne ishin dy budallën duke e provuar kuriozitetin. Sipas zbulimit të Cupit, gishti i madh i dorës, po është sa hunda jon. Është sa gjatësia unë. Edhe ne ishim dy rrota këtu duke zgjat gishta kështu. E duke mat hundën. Tani ju dhe që Kloi gjithmonë që na kap shumë me fascina. Ju që sjeni në timon mund ta provoni. A keni gishtin e madh sa që keni hundën apo jo? Po provojeni dhe na merrni në telefon, po ashtu, na merrni dhe në telefon edhe ta diskutojmë tani se ne të dyve nuk po na del. Na del gishti më i madh se sa hunda. Po, me thënë drejtën, shqyqyr zotit nuk e kemi hundën kaq. Ç'a tregon kjo? Po, kjo nuk vlen për njerëzit që kanë bërë hundën. Jo, Kloi, jo. Atë merak ke ti. Nëse keni një dëshirë, një kuriozitet apo një bisedë për të bërë me neve, mund ta telefononi në numrin e telefonit 069 20 47299. Edhe një herë për gjithë ata që nuk e fiksuan, s'do e them më. 069 20 47 299. Ky është numri i telefonit. Mund ta merrni nga ky moment deri në orën 8 këtu jemi. Që do jemi këtu dhe më pas mund ta merrni prap, po si jemi ne. Përgjigjet kushtiet. Përgjigjet Elona. Dhe me që jemi te kuriozitetet Visian, do të them edhe një gjë tjetër. Çfarë do më thuash? Qeliza më e madhe në trupin e njeriu është veza e femrës. Qeliza më e madhe në trupin e njeriu, prit se s'ka mbaruar, ndërsa më e vogla Visian. Po. Është spermatozoidi mashkullor. Domethënë qeliza më e madhe në trupin e femrës, në trupin e një njeriu, është veza e femrës, ndërsa më e vogla është spermatozoidi te mashkulli. O Cubi, nuk ka sens kjo që thua. Në trupin e njeriu s'ka vezë mashkulli. Te femra pra, në trupin e femrës, qeliza më e madhe pra, është veza, ndërsa më e vogla tek meshkujt është spermatozoidi. Po kush është më e vogla te femrat? Apo spermatozoidi i mashkullit që ka hyrë? Qeliza më e vogël ore po të them. Po njeri. O Kloja, jam dhe unë. Qeliza më e vogël. E kujt? Te femra, në trupin e femrës është veza. Po kush është më e madhja? Më e madhe nuk e kanë gjetur akoma. Do të thënë qeliza më e vogël tani doli tek femra është veza. Kjo s'di ç'të. Ndërsa tek mashkulli po jo ore. Çfarë droge ke filluar ti Cubi? Është spermatozoidi. Këto kërpudhat që përdor ti Cub nuk janë të dëmshme. Jo, nuk është liza në botën e çuditërave. Tani më dëgjoj të them një gjë të bukur. Mirë, okay, se do të vazhdoj. Ha, okay. Tani, një ndër sensacionet e momentit në Netflix, edhe i cili cilësohet si një ndër serialet më të mirë të vitit dhe ndoshta edhe të 10 viteve të fundit, është Adolescence. Është një serial fantastik i cili për brenda një dite mori 1 milion views. Dhe është një film fantastik british. Dhe veçanta e këtij filmi, përpos që është një dramë fantastike që çdo prind, çdo qytetar, çdo njeri duhet ta shohë në mënyrë imediate, patjetër, sepse është leksion për jetën, për kulturën, për edukimin e fëmijëve, për bullizimin, për shkollën, lidhet drejt për drejt me adoleshencën, me familjen, me mënyrën se si qasemi ndaj teknologjisë dhe me shumë faktorë tjerë. E bukura specifika e veçanta e këtij filmi është fakti që ky film çdo seri ka sekuencë të xhiruar me one shot, që do të thotë çdo seri është 1 orë për afërsisht dhe ka 4 seri total si serial, pra shumë i kollajt për tu parë. 4 orë mund zgjat total. Dhe në fakt kjo me one shots është një mënyrë shumë e mirë e të bërurit të filmave kohët e fundit. Kush është e veçanta dhe bukur e këtij filmi? Një ndër ka skena shumë masive, ka një regji fantastike, një organizim të një niveli të lartë profesional. Dhe të tjera do t'i them pas këngës. Tani fillojmë në pjesën e dytë. Kemi dhe 1 orë kohë për gjithë ata që na kanë humbur. Jemi deri në orën 20 së bashku. Çfarë ndodhi Visian? Wacubi thashë mënyrën që u fute me një ritëm kështu. Ka pa ritmin e muzikës. Sikur kishe një Toyota Yaris, jo AMG, domethënë ti AMG zakonisht, e kupton. Ka pa ritmin e muzikës. Për gjithë ata që sapo sintonizuan frekuencën e Top Albania Radio, ju kujtojmë dashur miq, jeni duke dëgjuar Hapçun me
Krishtiani Decubi, DJ Kloj me neve. Si çdo të njëjtë, tashmë është për traditë. Tani kemi ardhur një ndër momentet më të veçanta. Jemi në rubrikën Na plasi Vipi. Sepse sot kemi të ftuar një bukuroshe. Shumë e bukur. Kemi të ftuar një, le të themi, top modele, Shumë e gjatë. Modele, top modele, Miss, të gjitha këto, prezantuese. Po pse i nxjerr gjitha më? Po të gjitha. Zonja dhe zotri, pra nesh jush dhe për veshët tuaj, Francesca Rustem. Po, prezantim më të zjarë, se kjo nuk kam pasur. Ne me zi po të prisnim. Kam ardhur me një frym. Pse çfarë me vrapi? Po me vrap, unë jam nga Durrësi dhe imagjino tani. Ke ardhur nga Durrësi në Tiranë me vrap? Mos më thuaj. As në biçiklet. Të dëgjojmë pak rrugtimin e Francescës nga Durrësi. Vajti ishte me shumë gropa. Dikush të marri përgjegjësitë dhe t'i rregulloj ato gropa, trafik si gjithmonë, Tirana jo me shumë njerëz. Edhe një herë këtë që të na dëgjojnë. S'do bërtas me gropa, trafik. Si e Francesca? Shumë mirë. Franci, mund të themi Franci. Po, Franci shkurt. Shoqja jon Franci. Franci, neve si shumë njerëz të tjerë jemi kurioz të njohim. Normalisht ne u prezantuam, unë personalisht u prezantohem me ty sepse mund të bëjmë një spoiler alert, sepse shfaqja u dha tashmë. Francesca do jetë këtë fundjavë në Portokalli të dielën, edhe do jemi të lumtur ta shohim edhe në Portokalli si aktore, por neve nuk të njohim më shumë. Dhe kemi dëshirë të të njohim, ashtu si dhe shumë njerëz të tjerë që ndoshta duan të të njohin më shumë dhe dinë më shumë nga ty. Tani, pyetja e parë për ty. Nisim me pyetjet. E para herë që je nga Durrësi e kuptuam. Jo, prit, më lër t'ja bëj një herë unë pyetjen e parë fare, ore se unë u bëra lëmsh me këtë vajzën. Mora ca informacione dhe thuaj që babain e ka gjerman dhe nënën nga Korça. Vas i slo. Kjo vajza është gjermane, ore më duket. Francesca Rustem. Moj Francesca. Pse këta Rustemajt janë gjermanë? Janë, po. Janë disa faqe në fakt në internet, nuk e di kush i ka hapur dhe kush i menaxhon si website, dhe i kam parë të unë që kanë qenë që unë origjinën e kam nga Gjermania, por janë informacion. Baban e babin kishte e kam nga Gjermania, jo, babin e kam nga Erseka. Kështu që mamin e kam nga Korça, një puro shqiptare. Babain e paske nga Erseka? Po. Nga vendi mendjes. Çfarë keni Ledion Liçon? Mos që ngeni. Çfarë keni Ledionin, se edhe Ledion e kemi. Mik të shtëpisë do të marrë dhe si të gjithë shqiptarët, domethënë. Okej, njësoj si ne që jemi nga Puka, pra nuk është se pas një lidhje më veçantë. Franci, atëherë, na thuaj pak për jetën tënde. Domethënë dim që ke lindur në vitin 2005. 2005, po. Pra në vitin që ne po flasim, ti je një 20 vjeçare. Një 20 vjeçare. Pra le të themi je një gjenerat Z. Për çfarë je shkolluar? Duam ta thuaj pak diçka për veten. Një tip biografie të shkurtër. Okej, po vazhdoj studimet për drejtësi këtu në Tiranë. Në të njëjtën kohë vazhdoj edhe punën si modele. Në të njëjtën kohë kam marrë edhe misionin më të ri që do e moderoj, që do më shikoni live. Të hënë, po, live do jemi në arenën kombëtare të Tiranës. Do moderoj ndeshjet që do të luaj kombëtarja, dhe është gjë më e re, projekti më i ri që unë tani kam ndërmarr, dhe shpresoj që të më ecë mbar, sepse është diçka shumë e re për mua dhe nuk mendoja që do i futesha moderimit kaq herët. Si të erdhi si propozim? Nuk e di, super thjesht, madje po sheshim dhe me mamin, mami është ajo që më menaxhon dhe i kishte shkruar. Mami, çfarë bën? Përshëndetje mami. Mamat menaxhojnë. Përshëndesim dhe babin se mos e merr personale o babi, respekt valla. Dhe kishte marrë një mesazh nga dikush nga Top Channel. Po. Dhe nuk e di, kishte ardhur si numër i panjohur. Përshëndetje, duam Franceskën. Edhe më tha, aman, tha, ja këta të Topit, tha, po vdisha me këto intervistat e thua, mos dignom, tha mua. Po mirë, i thashë se është vetëm fillimi. Kur e marrin telefon dhe i shpjegojmë pasaj komplet projektin dhe çdo gjë, edhe vjen, unë isha dhe në gjumë dhe vjen dhe më zgjon, ngriu, mos fli më gjumë, po hajde se kemi projekte puna. Po filloi puna. Shkova në Top Channel, e folëm si gjë, më pëlqeu shumë në fakt që në momentin që më prezantuan,
dhe isha super e gatshme. Mami ishte ndërkohë me vete, besoj. Po, patjetër. Edhe ponë dha mami para teje. Edhe ponë, pastaj kam pasur edhe një provë të vogël, normalisht ata do më shikonin nëse unë isha apo jo. Tip audicioni, zemra ime nga një anë nga ana tjetër, rrihte boll, por që dola tepër mirë, e fitova nëse mund ta them si punë. Patjetër. Edhe ta gëzosh. Faleminderit. Mendoj se meriton dhe mendoj se të shkon. Tani nuk e dim, do të shohim se s'do të bëjmë qoka pa të parë. Një prezantim kombëtares tepër të mirë edhe shpresoj edhe kombëtarët na nderoj. Patjetër. Tani pyetja për ty. Me që jemi te emisioni, do kesh studio do kesh një studio në digital apo do jesh në shesh, do kesh në Kjo ishte do jetë studio improvizuar. Kjo ishte në fakt edhe surpriza për mua, sepse direkt pyeta që okay, po si do jetë studio, dhe më tha nuk ka studio. I thash, po si do xhirojmë? Do xhirojmë live nga stadiumi. Pra nuk ka studio në stadium. Brenda në stadium. Me sa po kuptoj, ti do jesh është bërë shpesh dhe është shumë hit në përbot që gazetarët dhe speakerët më të njohur të sportit dalin live, janë live kur në stadium, marrin emocionet live aty dhe her pas here marrin dhe intervista në fund të ndeshjes. Ndërkohë ti do të jesh dhe me dikë tjetër, besoj, me dy analistë. Kto po i lëm surprizë. Po, patjetër. Por mbasi pash edhe mora vesh edhe se si do organizoj gjëja, do shti që u futa pasaj dhe po shikoja këto videot, jo këto me emocione, po këto videot ke parasysh që të vjen topi mbrapa koke, ose do i ka video në ndonjë gjë. Tash përfundimisht do bëhet. Tash do t'jap një sugjerim për topin mbrapa koke, do punsosh një asistent që do jetë asistent tip ta marrësh ke këto TU12 që do t'i riksh nga mbrapa. Do jetë tip portieri që të ruaj sa herë të afrohet topi. Dhe puna është që duke qenë se vetë është 1.80 e gjatë, i duhet një që t'jetë 2.20 që ta ruaj mirë. Është, shiko, Franci është kaq e gjatë, Subi, sa që ne na erdhën reklamat. E urojmë shumë sukses kombëtarës, gjithashtu dhe Franci. Edhe Francit se e ka sefte. Tani Franci, ti kur ishe Miss, shkuat në Meksik, besoj, po keni shkuar në shumë qytete të botës. Jo, vetëm në Meksik. Vetëm në Meksik? Vetëm në Meksik kemi udhëtuar me Miss Universe. Për fat keq nuk kemi mundur që të shikojmë qytetet apo të shohim pak më shumë rreth Meksikës, sepse kemi elastika dhe ishte një vot shumë i rrezikshëm. Po, është çik restriktë. Në qytet ishin në Cancun apo në në Meksik. Në Meksik si qytet? Mexico City. Pra. Kush ishte eksperjenca jote me vajzat atje? Kishe xhelozi midis gocave? Me vajzat në fakt kam pritur, sa kam hyrë, kam thënë o zot latine do jenë, ma të ide latine 2 metra. Latinet ishin 1.60, kështu që djem mos i krahasoni më vajzat me latine. Latinet janë të shkurtra, po kanë forma trupi shumë bukur. Asnjë lloj forme. Madje kam parë një çudi që kishin marrë dhe disa korsete që ishin kështu korset trupi, që ishin me mbushje fake. Dhe ato i vishin dhe i përdornin. I përdornin në kompeticion? Na i gjithë imazhin. Po prej të Cubi se ajo se njeh gjithë latinet. Po, dhe vërtet jam zhgënjur. Kam parë pasaj vajzat që vinin nga vendet europiane, Greqia, Italia, Bullgaria, që ishin shumë bukur, nga 2 metra, Slovakia, jam habitur. Dhe ndryshonte shumë në fakt stili jon, stili europian, me stilin e latineve. Po, më fal, një kompeticion i tillë që Miss, a supozohet që një femër duhet të jetë natyrale totalisht në edhe në trupin e saj, dhe nuk a mendoj a është kundër rregullave që të përdorësh korset të tillë? Në fakt para shumë vitesh, në fakt po, por mendoj duke ardhur, duke ndryshuar edhe koha dhe çdo gjë, këto gjëra kanë hikur dhe tashmë një Miss nuk është Miss sepse është e bukur nga natyra, nga Zoti. Tashmë Miss, ne kemi pasur kam parë që kanë pasur dhe transgjinor. Që konkuronin. Pra pas ka shpresë për Amberin që të shkojë në një kompeticion. Bravo Amber, ka shpresë për ty. Nuk është më ai Missi që ti duhet të jesh 90-60. Megjithatë rregullat kanë përshtypje që do ndryshojnë. Patjetër, do vazhdojnë të ndryshojnë akoma më shumë. Dhe transgjinorët që të konkurrojnë për Miss. Do doja shumë jo, sepse un kam shkruar me atë idenë e Misseve 90, me ato proporcionet perfekte të trupit, me ato flokun natyral. Dhe kur shkoj aty çdo vajzë ishte shumë e kuruar.
Dhe vërtet jam zhgënjur. Francesc, ti e mban ende kurorën e Miss 2024, ëh? 2024 dhe i bie që këtë vit ti duhet ta dorëzosh. Duhet ta dorëzoj, po. Si të vjen kjo ndjesia e dorëzimit? Në fakt është përgjegjësi shumë e madhe ta mbash si titull. Duhet ta mirë menaxhosh. Jam shumë e lumtur në fakt që do e dorëzoj, sepse me eksperiencën duhet ta mirë menaxhosh. Duhet ta mirë menaxhosh sepse ty t'jepet një titull dhe me këtë titull ti ke zë për t'i dhënë zë kauzës tënde, apo thirrjes që ti do të bësh në rrjetet e tua sociale apo në vote ndryshme ku ti do ta përdorësh si titull, mendoj ky është një po. Më fal, Franci, këtë kurore ne kemi mbajt mirë jashtë pluhurit, e kemi me parfume, me kështu. E si e ke trajtuar? Domethënë i ke kënduar Ninu Lanatën, moj kurora ime. O moj xhanin ti. E kam futur në një kështu në një atë leckë në kontenjer. Ku e ke futur në një leckë? Po ka një leckë të vetër, një pëlhur, nuk e di si mund ta quaj. O Cubi, e do me silk ti. E ka futur në një silk mëndafshi. Unë e prisja po pra në një kështu mëndafsh, në një copë, në një saten. Po mirë nga dursi është leckë i thotë. Në një kuti qelçi. Po pse më sa ajo s'është zemër që ta ketë gjendje kur ti mbaroj kjo që ka të vej zemër tjetër. Ajo kuror është. Dhe jam e lumtur që do e dorëzoj sepse me eksperiencën që tashmë kam, di dhe çfarë do i parapri vajzës që do e marrë si titull këtë vit. Po kjo kurora ka këto gurët e diamantit edhe këto gjërat apo janë gjitha kështu fake? Jo, është një kuror që ti e merr në shtëpi dhe mund ta përdorësh si ti do. Një kuror që e ka bërë xhaxhi tek lagja me metal. Po aty afër. Atëherë një pyetje tjetër, Franci. Si të ka gjetur ky vit si mise? Të ka gjetur në një lidhje apo je një open girl për një dashuri të re që mund vi? Aman këto pyetje të singlitetit apo je në një marrëdhënie? Mendoj, jo, po s'ta pyetem ne, do ta pyes dikush tjetër, kështu që do të pyesim ne me që të kemi këtu, se do të pyesin nesër të tjerët. Po mirë, një vajzë si unë për shembull, si mendon ti? Është apo jo single? Shiko, unë mendoj që një vajzë si ti gjyna të jetë single. Unë mendoj që një vajzë si unë ka shumë rrugë përpara për të bërë, ka shumë punë për të bërë. Si anashkalove me stil. I dim ne këto. I kemi bërë edhe ne këto. Franci. Subi ka bërë, pra dhe është beqare tani. I kemi bërë edhe ne këto. Jo, kam dashur gjithmonë jetën time private ta mbaj sa më larg mediave dhe gjithçka. Mund thuash pa problem, nuk dua të jap informacion për këtë gjë. Të çdo gjë, jo, nuk do doja të jap informacion sepse jam atë idenë që njerëzit gjithmonë i prishin gjërat e tua më të bukura. Kështu që gjithmonë dua që të përcjell vetëm punën edhe ato çfarë unë bëj në rrjetet sociale. Jemi totalisht njerëzit në fakt që duan të ndjekin dhe kaq, nuk kam se të duhet jetën private. Shumë dakord me ty. Të bërej pyetje që parë, a kishte xhelozi midis femrave atje, midis miseve? Dhe pak a shumë e anashkalove ndoshta ose sepse tregohet diçka tjetër. Jo, kaluam nga pyetja në pyetje. Sepse dua dalte një pyetje aktuale. Madje un kam pasur edhe një video që ka qarkulluar në TikTok, është bërë shumë alarmante atëherë. Me misin që ka qenë nga Dominican Republic. Po. Republika Dominikane. Po, dhe ajo ku ishte ajo kishte drama, sepse i pëlqente vëmendja e dramës. Dhe në një moment ka qenë te shkallët dhe gjithë tristin emrin e saj dhe ajo ishte një 5 minuta mos më shumë që vetëm qëndronte aty. Dhe kishte një lloj mentaliteti të tillë, dhe unë thjesht kam vënë syzet, kam zbritur poshtë edhe i kam dhënë pak një prekje me dorë me idenë që duhet hikim, sepse nga sipër kanë qenë gati 112 vajza që prisnin në radhë për të zbritur, gjithashtu dhe përgjegjësit që i bërtisnin që duhet të get out, po. Dhe ajo as nuk e vriste fare mendjen. Dhe unë me atë gjakun tim për shqiptari dhe që dua të vë drejtësi në vend, bëj lëvizjen e parë dhe është bërë shumë virale ai momenti dhe pastaj kanë filluar ato. Pati përplasje më pas me ty? Jo, absolutisht jo. Madje unë kam komentuar tek ajo video sepse të tilla video ka pasur dhe me konkurrente të tjera ku ajo nuk dilte fare të sqaronte që janë fake, madje ajo paguante që t'i krijonte ato video. Dhe i kam shkruar një koment që me strategji vajza. Po, patjetër që strategji. Dhe i kam shkruar dhe i kam thënë që lutem duhet të reagosh sepse kjo nuk është mirë për imazhin ton. Ne jemi femra dhe jemi këtu për të bërë dhe për të nxjerrë më të mirën nga vetja jon, jo për të tulur njëra tjetrën. S'ka pasur asnjë reagim, madje ka marrë edhe një unfollow. Por që who cares? Who cares? Do rikthehemi. Koha fluturon si zog i lirë shtektar dhe minutat ikin. 19:36 minuta. Dhe na duket sikur akoma s'kemi filluar bisedën me Francin. Duket sikur tani filluam. Tani sapo. Franci.
Kush na ka inat? Kush na ka inat? Vazhdo të Më pëlqeu kjo është ta Franci, këtë marri këtë lëm. Ladies first. Faleminderit Bizhën. Ajo që doja të të pyesja, unë duket sikur tani ju gocat, ju miset jeni perfekte. Le ta themi, është e vërteta. Unë jam pak xheloze për këtë. Jeni perfekte, pra nuk po flas për të qenë në perfeksion, se nuk jemi. Pikërisht te kjo doja të dilja. Sa kuroher, sa kujdesshme je ti dhe derisa e lejon ti veten tënde, sepse ajo që ti the pak më parë ka edhe personazhe të tjerë, mise të tjera që kanë bërë dhe ndërhyrje. Deri ku e çon veten ti? Para se të shkoj në Meksik, kanë parë dhe më kanë thënë që shiko, ndoshta sjasësh pak mjekrën, po ndoshta të rishi pak syt. Dhe gjithmonë kam thënë që shiko, nëse keni zgjedh për këtë çfarë unë përfaqësoj, për këtë çfarë unë kam, nuk kam dashur asnjëherë të bëj asnjë lloj ndërhyrje apo ndryshim te vetja ime. Mendoj që naturaliteti është gjithmonë gjëja më e bukur që ne kemi. Absolutisht. Maksimumi kujdese, më bëj në një mask vet në shtëpi. Ose gjëra për të mirëmbajtur, po themi lëkurën, po diçka shumë të vogël. Kremrat patjetër. Vaj filtra këto gjëra pra, nuk është se ndron. Jo, vaj filtra bëj në video me femër. Më minimalet për një femër. Ka diçka që ty nuk të pëlqen tek vetja jote? Po ka, janë veshët. Shishi, edhe ju vëmnisët keni diçka që nuk ju pëlqen tek vetja? Po gjithë kur dalim para posyrës, shikojmë ato imperfeksionet e vogla, por që mendoj duhet i pranosh dhe duhet ta duash veten ashtu siç ti je. Francesca, si ka qenë fëmijëria jote? Shumë e bukur. Me dy prindër që gjatë gjithë kohës kanë punuar, kanë qenë larg shtëpisë, por sot e kuptoj që na ka bërë shumë mirë dhe largësia. Besoj me ta, sepse kemi marrë disiplinën, kemi marrë dhe na kanë mësuar që të jemi të lirshëm, vetvetja dhe të zotët e vetes. Nuk ja kemi nevojën askujt dhe mbi të gjitha na kanë mësuar që ta duam punën dhe me punë ne mund të fitojmë dhe arrijmë gjithçka. Perfekt. Si çdo fëmijë, normalisht ne kemi patur ëndra dhe vazhdojmë të kemi ëndra me fëmin ton brenda vetes. Kush kanë qenë ëndrat e tua të fëmijërisë dhe si janë transformuar ato tani që je Miss Shqipëria? Në të vërtet, në fillim, sidomos në fillore, e ndjeja veten dhe shikoja muret e shkollës dhe thoja, po unë çfarë dua këtu, ç'a bëj unë këtu? Dhe më ka pëlqyer gjithmonë që të bëhem këngëtare. Po, gjithmonë e kam mëndruar veten time në skenë, por kam qenë diku 10-11 vjeç, kam shkuar dhe kam provuar, nuk e di në çfarë kompeticioni. Ke provuar të këndosh? Po, dhe kam shkuar, kanë qenë provat, kanë dhënë një përgjigje pozitive dhe gjithçka kur kam dalë para mikrofonit për të kënduar, kam kënduar dhe aty e kam kuptuar që nuk është kjo, jo, nuk jam unë këtu, nuk e shikoj dot veten këtu. Thjesht shoqja atë gjën, atë fiksimin tim, po prapë shikoja që skena ishte diçka imja. Ishte një gjë që ti e doje. Fillova pasaj më pëlqente shumë moda, po prapë nuk e kuptoja sepse në Shqipëri nuk ishte akoma ky konceptimi i modeles, që ti mund dalësh para aparatit, bësh foto, të pozosh etj. Dhe nuk e dija se çfarë isha. Pra isha në botën e modës, por prapë nuk e dija se çfarë po bëj, çfarë dua. Deri në momentin që papit i ka ardhur telefonat dhe ka qenë një bashkëpunim i Amit me një make-up artiste nga Kosova dhe ka thënë që dëgjoj, tim që ke një vajzë që është e vogël, po e kemi parë që është shumë e bukur, nëse mund ta sjellësh, do bëjmë disa foto. Dhe ti sa vjeç ishe? Diku te 13-14 vjeç. Wow, perfekt. Gjithmonë mirënjohës për njerëzit e parë. Patjetër. Që ne japin një mundësi. Sa herë i takoj, ju them që ju keni qenë në guri im i mbar. Gjithmonë njerëzve që më kanë dhënë dorën në fillimet e mia. Perfekt. Tani kam shkuar, kam bërë foto, jam kthyer në shtëpi dhe i kam thënë, "Okej, kjo është gjë që unë duhet të bëj." Do të qerasim Franci me një espresso vetëm për ty. Dhe vazhdon biseda edhe pas edhe kur kemi reklama dhe kur kemi këngë vazhdon biseda me Francin. Tani të vazhdojmë bisedën po. Por tani ta pyesim që ta dëgjoni dhe ju se ne e pyetëm. Franc, dihet që Big Brother momentalisht është emisioni më i ndjekur, më i përfolur. Do më thuash troç dhe drejt për drejt. Se që e shikon s'bëhet fjalë, me kë je? Unë do jap një përgjigje që jo çdo kujt mund t'i pëlqejë. Unë jam me Eglin. Bravo. Më pëlqen shumë fryma që ka sjell një femër të fortë, luftarake, e aftë të bëj gjithçka për dashurinë patjetër, por që ka dhe limitet e saj. E shikoj që shpesh e gjykojnë, por gjykojnë njerëzit që ndoshta nuk e ndjekin 24 orë Big Brother. Që nuk e shohin, po.
Mendoj që ka sjell shumë ngjyra në Big Brother. Big Brother është një reality show dhe kur dëgjoj që po shiko se kjo vajza, shumë vajzë mira aty brenda, aty nuk hyn njeri për të treguar se sa I mirë apo sa I keq është. Aty është një reality show që ti futesh për të dhënë nga vetja jote kundrejt publikut. Edhe në fund të ditës mos harrojmë që kanë hyrë për të fituar, secili do luftoj për të arritur fitoren e vet. Një personazh, nëse mund ta quaj, një vajzë që ka dhënë shumë ngjyra, ka dhënë shumë nga vetja. Po e thon shpesh tani së fundmi, ka ndryshuar, nuk është më Egli e para me Eglin tani. Nuk e di nëse do u rifut dhe nëse do ishte ajo Egli që ishte, do ishte një shkatrim, mendoj unë. Patjetër ka marrë një forcë të brendshme, është një forcë e jashtëzakonshme që të luftosh edhe ndjenjën tënde aty brenda. Ka diskutim. Por që po jep një mesazh dhe I detyrohet vajzave apo ndjekësve që ndjekin. Super. Me që jemi në këtë dhe një pyetje të fundit për Big Brother, në konceptin tënd, duke parë lojën dhe personazhet që janë për momentin, pyetja alla Arbër Hajdar, kush e fiton Big Brother? Jam midis Eglit, Lozanës, po do më pëlqente edhe një figurë si Laerti. Perfect. Një zgjedhje interesante dhe mendoj që aktorët tek skena. Po jo, me atë çfarë kanë dhënë aty. Pëlqejnë vlerat që transmetojnë. Tani do të bëj disa pyetje në lidhje me sportin, duke qenë se ti tashmë do bësh imazhi I sportit shqiptar dhe imazhi një prezantueses më të re, më të bukur për sa I përket sportit. Tani, pyetja e parë për ty është në kompeticionet 40 sekonda. Pyetja e parë është shpejt. Në kompeticionet përgjithshme, për kë bën tifozllëk? Barcelonën. Anglin. Okej. Tani, futbollistët shqiptarë që të pëlqejnë më shumë. Më pëlqen Broja. Armando Broja. Më pëlqen Broja për inteligjencën që ka, për fizikun që ka patjetër, po edhe për lojën që bën dhe shpresoj shumë që ta të jetë pak më shumë I futur në lojë, I përfshirë sepse kam qenë te procesi, po patjetër, kam qenë te procesi sportiv e ftuar dhe gjatë gjithë kohës nuk është në formë, Thash ore, okay, po pse nuk I japin mundësinë sepse është një lojtar që kur luan jashtë vlerësohet edhe. Okej, ai është një lojtar që ka I specifik të tillë, që do që shokët e skuadrës, pra do që ekipi të punojë vetëm për të. Por duke qenë se të gjithë kanë një ego, krenari për dalë secili vete, normalisht kjo gjë, skem nuk funksionon për Brojën. Tani nuk e di çfarë po ndodh, por emisioni mbaroi. Dhe Franci është vërtet ne kemi pafund pyetje për ty. Por me keqardhje minutazhi jon mbaroi. Franci na premton që do na vi përsëri. Ndoshta do na vish prapë. Kështu që ne jemi shumë të lumtur që të kishim. Ndoshta mund thuash hapçu emisioni më mirë radiofonik ta kemi me zërin tënd se ku I dihet mbase nesër bër superstar global dhe ta kemi. Kloj, lutem, hiç do baz sepse do thot diçka speciale për ne. Apshuja patjetër emisioni më I bukur dhe më special, dhe që më ka bërë prezantimin më special dhe më flak ever, kështu që faleminderit. Yes, faleminderit ty. Faleminderit Franci. Do futesh në Big Brother mbaj mend këtë. Do futesh Big Brother se. Po mirë, 2 vota pra I kam. Sigurove 3 bashkë me Kloj.